Mjeku jep urdhër jasit të evitoni rrezikun e atakut në zemër gjatë të nxehtit. Hidratoni. Sigurisht një nga mënyrat më të mira për të luftuar të nxehtin është të konsumoni në mënyrë të vazhdueshme ujë. E rëndësishme është që të jeti freskët por jo shumë i ftohtë, në mënyrë që temperatura e trupit të qëndrojë e balancuar. Gjatë ditëve me temperatura më të larta mbi 35 deri në 40 gradë mundohuni të konsumoni një gotë ujë të ftohtë çdo një orë. Mos e zëvendësoni ujin me pije me sheqer apo të gazuara pasi ato nuk arrin t'ju hidratojnë mjaftueshëm. Ushqimi. Gjatë periudhave të vapës së madhe keni kujdes me dietën dhe ushqimet që konsumoni. Konsumoni vakte të vogla me bazë perimesh dhe frutash. Në këtë mënyrë stomaku juaj nuk do të ndihet më i të mbushur dhe nuk do të ngacmojë zemrën. Mundohuni që gjatë verës të mos bëni aktivitet fizik në orët kur dielli është shumë i nxehtë.